أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Kam nderin dhe kënaqësinë që të përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Më lejoni që t'ju shpreh mirëseardhjen në Akademinë Solemne që mbahet me rastin e shënimit të 25 vjetorit të themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame. Të nderuar të pranishëm, ndër ata të cilët kontribuan në zhvillimin, transformimin dhe avansimin e fakultetit tonë, është edhe dekani i tanishëm, profesor Dr. Fahrush Rexhepi, të cilin e ftojmë që të merr fjalën. Kam privilegjin dhe kam kënaqësinë që në emër të Fakultetit të Studimeve Islame, në emër të stafit mësimdhënës dhe në emër të studentëve, t'ju përshëndes gjithëve dhe t'ju shpreh mirëseardhje në këtë solemnitet që po e shënojmë sot me rastin e 25 vjetorit themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame. Nderuar pjesëmarrës, muaji dhjetor i vitit 1992 për Fakultetin e Studimeve Islame është muaji më i njohur dhe momenti më i rëndësishëm për sa i përket arsimit lartë islam në trojet shqiptare. 15 gushti i vitit 1992, kur Kuvendi i Bashkisë Islame i Kosovës ka marrë vendim për themelimin e Fakultetit të Studimeve Islame, dhe muaji dhjetor i të njëjtit vit, kur kanë filluar të mbahen ligjëratat e para, përbëjnë një vit jubilar me rëndësi historike për Fakultetin e Studimeve Islame, sepse është hap një kapitull i ri për zhvillimin e kulturës islame në Kosovë dhe më gjërë. Tani pra, për herë të parë, kemi një institucion të arsimit të lartë islam të vetëm në trojet shqiptare. Ky institucion, që nga themelimi e deri në mbarimin e luftës së fundit në Kosovë, është përballur me shumë sfidat natyrës politike, financiare, kuadrovike dhe profesionale, pavarësisht rrethanave të vështira, veçmas të kohës së regjimit okupues serb në Kosovë. Fakulteti i Studimeve Islame ka vazhduar të luajë rol të rëndësishëm në arsimimin, edukimin dhe përgatitjen e kuadrave profesionale për nevojat e institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës dhe të shoqërisë kosovare në tërësi. Nga Fakulteti i Studimeve Islame deri në këtë vit kanë dalur afër 400 studentë të diplomuar. Disa prej tyre kanë vazhduar studimet postuniversitare, e disa të tjerë janë bartës të pozitave të rëndësishme
në institucionet e Bashkisë Islame të Kosovës dhe jashtë saj, në Fakultetin e Studimeve Islame gjatë gjithë periudhave, përveç studentëve nga Kosova, mësimet kanë ndjekur edhe studentë nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Lugina e Preshevës, kemi pas raste të ralla edhe nga Zvicra, Austria dhe Turqia. Fakulteti i Studimeve Islame ka dhënë një kontribut edhe në aspektin e arsimit publik, si dhe në atë kombëtar. Për vite të tëra, para luftës, në hapësirën e objektit të vjetër të fakultetit, kishte vepruar Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, të cilin e udhëhiqnin në atë kohë figura të shuara intelektuale, akademike dhe kombëtare. Fakulteti i Studimeve Islame në kohën kur institucionet e arsimit publik ishin mbyllur, u kishte hapur derën për mbajtjen dhe organizimin e ligjëratave dhe provimeve Fakultetit të Mjekësisë dhe fakulteteve tjera të Universitetit të Prishtinës në atë periudhë. Edhe gjatë zhvillimit të luftës së fundit në Kosovë, Fakulteti i Studimeve Islame ka dhënë kontribut në shumë aspekte. Nga studentët e FSI-së ka pasur pjesëtar të shumtë që në kyçur në radhët e ushtrisë çlimtare të Kosovës, madje edhe dëshmor të rënë në luftën e ushtrisë çlimtare të Kosovës, pra siç është rasti i dëshmorit ish studentin ton Fadil Rashiti, me raste e përshëndesëm me një përshëndetje të veçantë edhe familjarin e dëshmorit Rashiti. Pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, edhe Fakulteti i Studimeve Islame, si shumë institucionet e tjera edukative arsimore, ka filluar konsolidimin e radhëve në planin e zhvillimit të reformave, zhvillimit të cilësisë dhe procesit të mësimdhënies. Viteve të fundit, rëndësi të veçantë i është kushtuar përgatitjes dhe avancimit të kuadrave, si dhe angazhimit të stafit të rregullt akademik. Kështu, fakulteti jonë sot ka 10 profesor të rregullt dhe po aq ka profesor me angazhim. Nga viti 2012, Fakulteti i Studimeve Islame është nënshtruar procesit të akreditimit pranë Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për akreditim. Ndërsa, nga viti 2015, Fakulteti i Studimeve Islame ka fituar akreditimin për herë të parë edhe për studimet master. Plan programi dhe programi për studime master është një program atraktiv, bashkohor përmes së cilit studentët tonë fitojnë njohuri dhe aftësi të reja, të pavarura në fushën e mësimeve fetare, si dhe kryerjen e hulumtimeve të pavarura në fushën e teologjisë islame në kontekstin evropian. Akreditimi i programeve dhe zhvillimet e tjera pozitive kanë ndërë që numri i të interesuarve për të ndjekur studimet në këtë fakultet të dëfishohet. Prandaj, ne sot kërkojmë nga institucionet kompetente në Kosovë që edhe bardhësve të tjerë të arsimit të lartë, përveç atyre publik, të jepet mundësia e hapjes së studimeve të doktoraturës. Me theks të veçantë, këtë e kërkojmë dhe kjo është e nevojshme për Fakultetin e Studimeve Islame, sepse të gjithë të interesuarit për vazhdimin e studimeve të doktoraturës në shkenca islame, në pamundësi që këtë ta bëjnë në fakultetet vendore, detyrohen që të ndjekin studimet në universitete të ndryshme të botës arabe. Ne nuk jemi kundër kësaj, mirë po dhe nuk jemi kundër shkëmbimeve kulturore, diversitetit kulturor, por kjo ka kuptim vetëm atëherët kur paraprakisht ekzistojnë studimet e doktoraturës në ndonjë prej fakulteteve vendore, këtë rast në Fakultetin e Studimeve Islame. Nderuar pjesëmarrës, përveç angazhimit në zhvillimin e reformave të mbrëmshme dhe në zhvillimin e procesit të mësimdhënies, FSI rëndësi të madhe i ka kushtuar edhe aktiviteteve shkencore, duke organizuar sesione shkencore, konferenca shkencore, ligjërata për studentët nga profesor të njohur perëndimor, të ftuar në cilësinë e profesorëve vizitor, të cilët kanë ligjëruar tema me interes për studentët tanë, që promovojnë vlerat e tolerancës, paqes dhe të bashkëjetesës ndërfetare në Kosovë dhe me gjërë.
Nderuar pranishëm, në fund, nuk mund të përmbylli fjalën time pa e falendëruar një plejad të tërë mësimdhënësish, të cilët kanë kontribuar për plot një qerek shekulli që fakulteti jon të arrijë këtu ku është sot. Veçmas i përkujtojmë dhe lutemi për profesorët të cilët kanë kaluar në botën tjetër në ahiret, siç është Mulla Sherif Ahmeti, akademik Pajazit Nushi, profesor Isa Bajcinca e të tjerë. Falenderojmë për kontribut dhe angazhim edhe doktor Recep Bojën, ish dekanin e Fakultetit Studime Islame, doktor Qazim Qazimin, po ashtu profesor dhe ish dekan, profesor Qemail Morinën dhe gjithë stafin mësimdhënës aktual. Ju falenderit dhe selam aleikum. Njëri prej kontribuesve në proceset e themelimit dhe zhvillimit të Fakultetit të Studimeve Islame është edhe myftio i tanishëm Naim Efendi Tërnavën, të cilin me kënaqësi e ftojmë që të merr fjalën. Më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e xhenetit. Assalamu alaikum. Mëshira, paqja e Allahut qoftë mbi ju, mbi ne dhe mbi njerëzimin mbar. Urime 25 vjetori i themelimit Fakultetit Studimeve Islame. Urime për neve të gjithëve që jemi këtu, po përmes neve urime tërë kombët shqiptarë dhe tërë besimtarëve të besimit islam kudo që ata jetojnë brenda trojve tonë etnike shqiptare. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që edhe në atë kohë, kur në Kosovë kishte zbritur me tërë arsenalin e vetë Serbia dhe dëshironte që të shkatroj çdo gjë që është shqiptare dhe islame, por jo vetëm islame në Kosovë. Në atë kohë kur populli shqiptar në Kosovë vuante në çdo fushë të jetës, në kohën kur punëtorët ishin përzënë nga puna, kur shkollave dhe universiteteve publiki është në vend dryri dhe nxënësit tanë ishin detyruar që të mësojnë nëpër podrume, nëpër shtëpi, shkolla. Edhe në këtë kohë, Bashkësia Islame e Kosovës e pati shumë të qartë vizionin e vetë. E pati të qartë dhe dinte rrugën të cilën duhet ndjekur. Ajo rrugë ishte qëndrimi stoik i pathyeshëm karshi këtyre armiqve të cilët dëshironin të zhbënin çdo gjë që është shqiptare në Kosovë. Përkundër krejt kësaj situate të jetës të ndosur, kësaj situate tepër dramatike, një situatë e cila vërtet maltretonte për çdo ditë njerëz, burgoste i detyronte që të larguan nga vendi, Bashkia Islame e Kosovës atëherë në krye me doktor Recep Bojën, që me të vërtet ati takon merita kryesore, nga se ai në atë kohë, bashkarisht ne të gjithë që ishim, por ai insistoi vazhdimisht që të vije deri te hapja e Fakultetit Studimeve Islame këtu në Prishtinë. E gjetëm forcën dhe kurajën dhe ja, elhamdulillah pe Zotit, sot janë 25 vjet, nuk do të hinë kujtime gjatë. Por dëshiroj që përmend para jush disa fytyra të ndritura që po i shoh sot këtu, e të ditura që besa, të cilët dhanë një kontribut shumë të madh në themelimin e këtij fakulteti, që sot me të drejtë e quajmë që është krenaria e Bashkisë Islame. Po e shoh këtu pranë meje edhe ish sekretarin Haxhi Asharin, po e shoh profesor Qazimin, po e shoh profesor Resul Efendin, Qemail Efendia nuk e di ashtu, s'po e shoh. Por vlen përmendet që në atë kohë ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh sekretarin e parë Zëndi Sabriun, pra edhe shumë të tjerë të cilët ishin direkt dasht e pa dasht të kyçun në themelimin e këtij Fakulteti Studimeve Islame, dhe dëshiroj edhe njëherë që t'i falenderoj saj ke të gjithë ata të cilët edhe më vonë hartuan edhe plan programet për ndjekjen e mësimeve të tjeshme,
kishim edhe disa profesorë të tjerë të cilët dhanë kontribut jashtëzakonisht të madh. Inshallah Zoti ata i shpërblen me të mirat e tij. Sigurisht ne nuk mund edhe të mos e përmendim mbajtjen e orës së parë, më kujtohet kur Mulla Sherifi hoxha jon, mësuesi jon, edukatori jon, të cilën e kemi pasur shembull që duhet ndjekur në vazhdimsi, njeri i penës, i cili erdhe mbajti orën e parë, edhe pse nuk ishte mirë me shëndet, por megjithatë mbajti orën e parë, dhe ajo orë pas ka qenë e bereqetshme, tash e 25 vjet më nuk u ndal. Inshallah Zoti e shpërblen me të mirat e tij. Pa dashur që të marr nga kuha juaj, por dëshiroj para juve të them edhe diçka. Sikur edhe deri tash, Bashkia Islame e Kosovës do të përkrah në vazhdimsi këtë vatër të arsimit, këtë vatër të dijes, e cila po edukon kombin ton edhe në aspektin fetar. Ka kaluar koha e sistemit komunist ateist, për cilin jemi lutur që kur ma të mos kthehet, jo vetëm te ne, po askund në botë, dhe ne duhet të kemi edhe identitetin ton fetar. Çfarë kemi? Identitet toni, qoftë islam apo jo islam, kush njeri, askush me Zot. Laj krahet vidi, nuk ka dhunë fe. Mirë po, duhet feja është pjesë e identitetit ton. I pëlqej dikujt si pëlqej, kjo është kështu. Ndaj, sot me krenari, themi se ne jemi shqiptar ty në trojeve. Ne jemi, si që tha këtu, vetë Zoti na ka krijuar që të jemi pjesë e Evropës, ama kemi identitetin edhe islam. Dhe me këtë ne krenohemi. Fare nuk na vije keq pse i takojmë këtij besimi. Edhe pse në Evropë nga muslimanët autokton jetojnë vetëm 1.5%. Megjithatë, kjo shoqëri ka që vogël islame duhet edhe më të integrohet në shoqërinë apo në familjen e madhe evropiane, sepse është shembull për të mirë dhe është një shoqëri e cila vetëm çon proceset përpara edhe brenda Bashkimit Evropian. Sigurisht që ne si musliman, shumicë këtu në Kosovë, kemi dhe presim dhe kemi drejt kërkojmë që edhe të lëvizim madhirshëm, pa viza që po themi, që t'jemi edhe pjesë e Bashkimit Evropian, e të gjitha në këtë drejtim ka dhënë dhe do t'jep kontribut edhe më të madh edhe vetë Fakulteti i Studimeve Islame dhe vetë stafi akademik i këtij fakulteti, i cili me të vërtet po them është duke bërë një punë madhore. Le të mbetet fakulteti pra një shëmbëltyr të cilën duhet ndjekur, ndaj student që kanë dalë prej këtu sot. Unë uroj dekanin, stafin drejtues, po them prodekanën, stafin drejtues, gjithë profesorët, çfarë janë këtu që japin kontribut, se me të vërtet student që kanë dalë nga ky fakultet janë krenaria jonë. I gjejmë kudo sot. Kudo që shkojmë i gjejmë i hasim. Dhe ata po vërtetojnë se vërtet edukata, mësimi, studimi që kanë bërë këtu, ata i kanë shtyrë që ata të korrin suksese të vazhdueshme në jetën e tyre shkencore akademike, po që ka të më rëndësi se krejt këto në atë njerëzore dhe edukative. Dash Zoti Xheleshanuhu dhe na i plotësof të gjitha dëshirat tona. Dash Zoti Xheleshanuhu dhe të shohim me sytë tanë dhe në rritjen e këtij fakulteti dhe inshallah Zoti na bën të mundshme që ne t'ja dalim punës sonë të cilën e kemi nis. Spari si shtona ne ka Shqipnia t'jemi vetja jonë, por sigurisht që vetën ta njohim me vetveten. Kjo duhet të jetë gjithërë mishruar me shpirtin, zemrën dhe mendjen tonë. Ndaj urime të gjithëve, wassalamu alaikum. Falenderojmë miftion e nderuar Naim Efendi Tërnava për këtë fjalë dhe për kontributin që ka dhënë. Për ta përshëndetur këtë akademi solene, me një fjalë ftojmë zëvendës ministrin e arsimit, zotri Heset Sahitin. Të nderuar të pranishëm, kam nderin që në emër të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zoti Shoqëri Bytyqi, t'ju përshëndes dhe të shpreh falënderim dhe mirënjohje për ftesën tuaj në këtë përvjetor të 25 të Fakultetit të Studimeve Islame. Ju uroj përvjetorin 25 të themelimit të këtij tempulli të dijes
Fakultetit të Studimeve Islame. Uroj të gjithë të pranishmit për këtë përvjetar, në veçanti të gjithë ata që kontribuan për themelimin e këtij tempulli të dijes, profesorët dhe studentët e këtij fakulteti. Jam i bindur që duke njohur për kushtimin dhe besimin shpirtëror që keni si përfaqësues të besimit islam, për kushtim që mbretëron në këtë institucion dhe në këtë shkollë, në institucion të dijes dhe në shkollën e medreses, nuk do të mungoj suksesi dhe të arriturat e këtij tempulli të dijes. Ministri Shoqëri Bytyqi, përkatësisht Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka gatishmërinë për të bashkëpunuar me të gjitha fakultetet dhe në veçanti me Fakultetin e Studimeve Islame, si një institucion i rëndësishëm i arsimit të lartë, i cili ka për qëllim ngritjen e edukimit, arsimit dhe hulumtimit shkencor në përgjithësi. Mash do të përkrahë në vazhdimsi këtë fakultet, duke besuar në sukseset dhe në të ardhmen, duke qenë të vetëdijshëm se Bashkia Islame njëkohësisht do të jetë përfaqësuese e denjë e vendit tonë në botën islame. Ne ju inkurajojmë që të vazhdoni me sukseset tuaja, do të keni mbështetjen tonë institucionale, urime përvjetoren. Falenderojmë Vendministrin Zotri Heset Sahitin për këto fjalë. Me prezencën e tyre na kanë nderuar personalitetet të ndryshme, në mesin e tyre edhe ish presidenti Zotri Fatmir Sejdiu, të cilin e ftojmë për një fjalë përshëndetëse. Para disa muajsh u festua për kaluar 60 vjetë më tepër të themelimit medresës Alauddin Prishtinë dhe pata rastin të drejtohem të pranishmëve me disa fjalë cilat ishin kryekëput dedikim rezultateve të mira dhe punës të madhe që kanë bërë mësimdhënësit, por edhe të diplomuarit më vonë. Atë kohë ka qenë vështirë të vazhdohet me studime tjera. Dhe di se ka qenë i barë e madhe posaçërisht për atë brez, që të bëj një punë apo shumë punë në shumë segmente. E para, jo për të mohuar, sepse gjithmonë njerëz nga kleri, nga religioni, nga besimet kanë qenë shtylla të rëndësishme të proceseve të mëdha që ka kapërcyer kombin në luftën për lirinë e tij, në luftën për ndërtimin e identitetit dhe zhvillimit të tij. Por ka qenë edhe një pjesë nga njerë që mos ta kujtoj dhe të rrafshoj, ta bëj baras kret në tipin e gjahilis, që ju e dini shumë mirë, apo të ignorancës, që nuk ka pas, nërsa dhe fajsës ka pas mundësi të shkollohet për te, të mësoj të di, të spjegoj, dhe të ecë me kohën dhe të prinë kohë. Sot më vjen mirë shumë, që është një institucion i këtill, i cili ka hyrë në botën e konkurencës të dijes dhe të shkencës. Dy obligime paralele të mëdha. Zoti Mufti dhe e përshëndes, përmendi Ikram, udhëzimin nga të rëndësishmit e veçantë, merr lexo studio, ec. Përpara dhe mos u ndal vetëm në pjesën ta quajmë si ne e quajmë nga pjesa e botës tjetër shkencore në dogmën, në teoritë e ndërtuara dhe tash. Së fundi, them vetëm 3-4 fjalë. Si president i vendit kom pas nderën që të dekretoj dekanin e parë të fakultetit tuaj. Dhe më vjen mirë që keni kujtimet më të mira për të profesorët Xheboj. E kam dekretuar për ambasador në një vend që çmohet me institucionet e veçanta
hyjnore, si kur Qabeja, pra fjala për Arabin Saudite, dhe në mënyrën më të mirë prezanton Kosovën dhe interesat e saj, prezanton shqiptar dhe identitetin tonë. Dhe kjo mbjen te një konstatim prap që them si thirrje për të rit. Prap I kthehem latinisht sepse lidhen edhe porosit. Homo non solo sibi natur sed patrie. Njeriu nuk ka lind vetë për veten e tij, ka lind edhe për atë dhënë, për vendin e vet. Prandaj juve ju quajsit të tillë, ju dëshirojsit të tillë dhe besoj se jeni në funksionin më të mirë të rritni, të zhvilloni mbi bazë porosive, edhe hyjnore natyrisht edhe në bazë porosive të mësuesve të juaj, profesor Qazimit, profesor Tërnavës, edhe gjithë të tjerë të Farushit edhe gjithë kush ka qenë këtu dhe ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për të arrit një nivel të mirë edhe të kualitetit dhe të garës të mirë me të tjerë. Ju falenderoj. Falenderoj mish presidentin Zotri Fatmir Sejdio për këto fjalë. Tani për një fjalë përshëndetëse ftojmë rektorin e Universitetit AAB, profesor Dr. Lulzim Tafën. Jam jashtëzakonisht nderuar që sot në emër të Kolegjit AB, institucionit parë jo publik në Kosovë, një institucion që ka 16.000 studentë dhe rreth 700 punësuar, t'ju përgëzoj për 25 vjetorin e themelimit të këtij fakulteti. Ky fakultet është një nga institucionet cilësore të vendit tonë, programet e cilit janë të akredituara nga Agjencia e Akreditimit, siç e dini ne kemi një agjenci nacionale të akreditimit, por që akreditimin e bën me ekspertë ndërkombëtar që ka më mërmendja që jashtojnë shumë vlerën programeve studimore e përrjedhoj edhe të diplomuarve në këtë institucion. Për që një institucion I mirë, duhet të ketë menaxhmentin e mirë, duhet të ketë profesorët e mirë, por para gjithashtu duhet të ketë edhe studentët e mirë. Mendoj që të gjitha këto trijat I ka ky institucion. Porosia ime është vetëm të vazhdoni të jeni kështu të mirë. Urime dhe suksese të tjerë. Të nderuar të pranishëm, këtë akademi solemne me prezencën e tyre e ka nderuar edhe përfaqësuesit e fakulteteve islame nga Shqipëria dhe Maqedonia, ndaj për një fjalë rasti ftojmë dekanin e Fakultetit të Shkencave Humane, profesor Dr. Rahim Umbashin. Dua tek ky solemnitet akademik të sjell kujtimin e disa figurave të mëdha që më ka bërë kismet Zoti, punoj me ta, siç është fjala Vebi Ismailin, me cilin pata rastin punoj për disa vjet në Detroit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Benja Islamic Center, I cili sa herë kujtonte Kosovën, thoshte, mos haro birr, unë nuk do të jem atëherë, por ku ka xhami ka Shqipëri. Pas ka pasur të drejtë shkëlqësia qoftë në parajs, sepse ne nga Shqipëria e ngujuar e shinim Kosovën vetëm në ditët e Bajramit, fshehur razi nga ato televizionet familjare dhe na dukej çudi si rezistonin këta njerëz, të cilët më 24-ën te kryevepra e vet, Afzali Korça I ftonte të gjithë shqiptarët që të vajtonin për ta. Dhe pse? E kishte mbyllur poemën e vet me vargjet për ditë ju derdhe gjaku, shpresa ka mbetur vetëm te haku. Dhe aku I rojti Kosovën, aku e rojti Shqipërinë. Tani, sipas studimeve dihet që kultura shqiptare shkon me 2 qendra, jo vetëm me Tiranën, por dhe me Prishtinën, dhe bën mrekullira të tjera, të cilat I mungojnë në kulturës botërore, siç është edukimi shpirtëror. Nuk është vetëm një 25 vjetor për ju, për të bërë edukimin shpirtëror të Kosovës, por ka shërbyer si model dhe për ne. Disa vjet, por në modelin tuaj, nën kujdesin e këmbëshes të Shqipërisë u çel edhe Universiteti Bedër në Tiranë. Po ecë në udhën tuaj, nuk kam zili të them, na keni mësuar dhe kemi nevojë të na ndihmoni. Jo vetëm që tek ne vinë lektor të nderuar, siç profesor Qazimi e të tjerë, por unë nesër pres të vinë dhe student, ndoshta të vinë dhe këtu dhe ndoshta së bashku të realizojmë atë që tha dekani nderuar, ndoshta dhe doktorimin.
e kërkon koha, e kërkon jeta shqiptare, e kërkon integrimi ynë. Faleminderit që më dëgjuat, suksese në përvjetorët e tjerë. Faleminderit. Para se të vazhdojmë me pikat artistike, do doja që në mënyrë të veçantë ta përshëndesja zonjën Rejhane Vuniqi, zëvendës ministre e punëve të jashtme, si dhe këshilltarën e ministrit të punëve të jashtme, zonjën Refiqe Tërnava, të cilat i falenderojmë për pjesëmarrjen e tyre. Tani radhën e kam pikat artistike, ku me monologun e quajtur Perlat e fshehura do të na paraqitet studentja Sumeja Kshiko. Çdo gjëje që njerëzit serin, ja vën emrin fshehtësi. Dituria është si oqeani që fsheh perlat në thellësi. Më shumë bëjnë zhurmë ata që pranë brigjeve në cektësi janë duke u larë, sesa ata që në thellësi takohen me perla margaritar. Sa kohë i duhet ujit të arrin nga burimi në det, s'ke për ta kuptuar. Nëse bekimi së është dhënë atëherë kur trupi dhe shpirti janë bashkuar. Trupi është i vetmi vend ku zemra e mendja takohen. Aty jetojnë së bashku edhe pse kur s'fajtohen. Kur zemra ndriçohet nga dituria, mendja bie si shkopi Sulejmanit. Atëherë kupton pse mëshira s'mungon asnjë sure të Kur'anit. Meriemi e bekuar në hijen e ujit së freskuar. Atëherë kur bota me ardhjen e Isait u zbukurua. Isai që s'kishte baba, por nuk ishte jetim. Tha, i falem fuqisë hyjnore dhe i shpreh falënderim që më bëri të flas në fosh njëri ende pa e ditur emrin tim. Më bëri që me frymën time t'u jap shpirt zogjve në qiell të fluturojnë. Të vdekurve t'u kthej shpirtin dhe në botë prap të gjallërojnë. Me të gjitha këto dhurata, Allahu më ka nderuar, por t'u jap mend të marrve, këtë s'ma ka mundësuar. Gabimet e dietarëve janë ushqimi të marrve. Edhe kur t'ken vdekur u bëjnë dëm të gjallëve. Faraoni zullumçar vriste meshkuj të mos i prishej pushteti. Por ai që mundi, në shtratin e faraonit u rrit, u shye dhe fjeti. Të pa fuqishëm janë ata që fuqinë e tyre nuk e njohin. Në errësirë jetojnë ata që vështrojnë, por nuk shohin. Të mençurit nuk kanë frikë se mund të duken si të marë. Njeriu me zjarre ngroh ujin, edhe pse uji fik çdo zjarr. Njeriu i urt, profetit Musa ja rrëfeu ca urtësi, të cilat së jashtmi mund të duken pothuajse çmenduri. Ata që kërkojnë pemën e krimbur për ta shijuar, ne i marrin për të krisur e të paudhëzuar. Por ata e dinë se krimbi nuk rri në frutin e helmuar. Perlat e oqeanit të pafund janë në librin e mëshirëplotit. Si kur të mungonin djenjat, kur s'do zbulohej pika e lotit. Pafundësisht dije, ka çdo shkronjë libri të madhnueshëm, po nuk ndjeve dhembje, se di sa je i qëndrueshëm. Një lloj është edhe me vargjet e zbulesës hyjnore. Jo diturin, po veç germat mund t'i mësosh në mësojnëtore. Libri i të gjithdijshmit është ilaç që nga të gjithë mund të përdoret.
por recetën e ilaçit mund ta shkruajnë vetëm doktorët. Nëse çështësia akoma vesh se ke marrë, kthehu dhe lexoje sërish faqen e parë. Poezi nga autori i mirënjohur Hafez Ali Korça do të na recitoj studenti Dardan Latifaj. Pa the atë dheu nuk mbahet, si thoni prej mishi që s'ndahet, si më mëdheu që mbron fenë, ashtu edhe feja atë dhenë. Feja siguron moralin, siguron derin dhe mallin, por një komb kur e le fenë, më s'ka dert as për atë dhenë. Feja për një herë s'lihet, pak nga pak fillon sa fshihet. Më par lihet mësimi dhe fillon së muret besimi. Kështu nis le burri fenë, sifte gjyshi la synenë. Pastaj yt atë lavajibin, farzin la yt bir me nipin, stë nipit më gjësi mbetet, as di fare ku të mbështetet. Prandaj duhet gjyshi e ati të mbaj fenë që pati. Ku me libra, ku me goje, biri nipin të mësoje, se e ka në qaftë të vetë, e dënon Zoti i vërtet. Është një faj që si falet, i rëndon në zverg si malet. Ajo fe aq e mbaruar, si lule kam mbretëruar, prandaj duhet adhetarët, me mentarët më të parët, të hapin sytë mos të flenë. Me fe njeh nën dhe bab, me fe njeh motër e vëlla, pa fe s'ka më madhe gjëmë, pa fe s'njeh as atë, as ëmë. Prindërit po su kujdesuan, fëmijët po si mësuan, foshnjët e mira çfaj kanë. Kur nën e babë, fen e shenjë nuk ja japin, ata që rrugë do të kapin. Kështu pra feja harrohet, dhe i kom farohet. Prindëri që tradhtojnë fenë, prindëri që rënojnë atë dhenë, këta prindër kur do herë, do të jenë në skëterë. Me fe del nga errësira, me fe ron me plot të mira. I falenderoj. Falenderojmë studentët tanë për këto paraqitje. Të nderuar të pranishëm, Fakulteti i Studimeve Islame për punën dhe kontributin e dhënë, nderon me mirënjohje Kryesinë e Bashkësisë Islame të Kosovës. Ndaj, për të ndarë këtë mirënjohje, ftoj dekanin e fakultetit, profesor Dr. Fahrush Regjepin, si dhe Miftion Naim Efendi Tërnavën që të pranoj këtë mirënjohje. Fakulteti i Studimeve Islame nderon me mirënjohje për trimëri dhe sakrificë dëshmorin e lirisë Fadil Rashitin, ish studentin ton, ndaj ftoj Miftion Naim Efendi Tërnavën që të ndajë këtë mirënjohje për vëllaun e dëshmorit. Falenderoj Miftion e nderuar. Tani ftojmë dekanin Zotri Fahrush Regjepi që të ndajë mirënjohje për kontributin e dhënë me rastin e themelimit të Fakultetit të Studimeve Islame për ish sekretarin Zotri Jashar Jasharin. Për motive të njëjta, Fakulteti i Studimeve Islame ndan mirënjohje edhe për profesorin e nderuar Zotri Resul Regjepin. Po ashtu një mirënjohje i dedikohet edhe profesorit të nderuar Zotri Sabri Bajgorës.
Për suksesin e treguar gjatë studimeve, Fakulteti i Studimeve Islame ndan mirënjohje për 3 studentë të dalluar të gjeneratës së kaluar. Ndaj, ftojmë ish dekanin zotëri Qazim Qazimi që të ndaj një mirënjohje për studentën Jetmira Vishasella. Me mirënjohje nderot edhe studenti Artan Maliqi, ndaj ftoj ish presidentin zotëri Fatmir Sejdiu që të ndaj këtë mirënjohje. Me prezencën e tij na ka nderuar edhe dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Dr. Faredin Ebibi, ndaj ftojmë që të ndajë një mirënjohje për studentën Sadia Dërguti. Të nderuar të pranishëm, duke ju falenderuar për pjesëmarrje, selamu alejkum.